Ajo protestë lindi krejt papritur. Unë kam qenë që ditën e parë te drejtoria e policisë, kur një ditë më para u bë thirrja nga rasti që ndodhi në Zvërnec, ku dhe unë bashkë me disa aktivistë të tjerë kemi shpërndar thirrjet në rrjetet sociale për të bashkuar protestës para drejtorisë së policisë për rastin e Zvërnecit, por mendoj se ne nuk e prisnim. E mendoj njeri këtë që do ndodhte gjë e tillë. Asnjë nuk e mendonte. Ne mendonim se drejtoria e policisë do të ishin 50, 100 vet. Por ja që shqiptarët këtë herë u bën bashk, e dëgjuan thirrjen e disa qytetarëve të tjerë, u sensibilizuan me rastin e Zvërnecit, u bashkuan për kauzën, sepse ne dim që ne nuk kemi arsim. Ministri i Arsimit na shfaqi para disa ditësh për rezultatet dhe për arritjet për BE, ndërkohë që ne shohim që kemi shkolla të cilat kanë mbi ngarkesë nxënësish në Tiranë, nuk kanë infrastruktura në qytetet si Kuksi, si Delvina. Ne mund të theksoj dhe inaugurimin që bëri dhe kryeministri me fotot një prej gjimnazeve të vetmin që ka Delvina, Sulejman Delvinës, ku na tregonte që gjimnazi ishte rikonstruktuar, mirë po haron një detaj tjetër që me ndarjen territoriale, si Delvinës dhe shumë qyteteve të tjera i është bërë një dëm i madh, sepse janë hequr disa pjesë të cilat i kishin burim pune realisht dhe shumë njerëz janë larguar nga ai qytet, pra nga Delvina dhe gjimnazi, nga dita në ditë, nga 2 godina që ka patur dhe nga 4 klasa paralele, tashmë ka vetëm 2 klasa paralele të cilat janë me një numër të reduktuar nxënësish. Dhe sa vite do të jetë ajo si godin? Për të mos thënë pastaj që si godin brenda nuk është e përfunduar. Pra, ne gjithmonë kemi fasadat nga kryeministri, të cilat na jep me pamje, ndërkohë që ajo çfarë ka brenda rezulton komplet ndryshe. Pra, unë nuk e di arritjet në arsim, cilat ishin, ndërkohë që ne në testin e PISA-s shkojmë gjithnjë më keq, ndërkohë që në maturën shtetërore ne kemi në matematik mbetës 600 maturant, ndërkohë që ne kemi një sistem arsimor që kurrikulat nuk i ka ndryshuar dhe nuk ka bërë asnjë përmirësim. Nuk e di, ne kemi një shëndetësi që ti nuk guxon të shkosh te spitalet shtetërore për të marrë shërbim sepse duhet të presësh një kohë të gjatë, për mos të folur pastaj për pjesën e gjërave më kryesore. Ti nuk e sërumi do shkosh ta blesh te farmacia, pra ti nuk merr shërbim askund. Ti paguan taksat, ti je një taksa paguese, një qytetar i rregullt i Republikës së Shqipërisë, ndërkohë ti nuk po merr shërbime, atë që takon, pra minimumi. Pra qytetarët në atë shesh nuk janë bërë kot bashkë rastësisht, por janë bërë për 1000 njerëz.